Po marrim një shembull, një koncept logjik, i cili mungon tek shumica e muslimanëve. Ka shumë njerëz të cilët kur u themi faluni, agjironi, besonin ditën e gjykimit, çfarë thon vendin ton si shumica? Do të bëjmë mas shumicës. Mendojnë se shumica është hak, ndërkohë që ky është një koncept i gabuar logjik. Sepse para disa shekujsh, po japi shembull, shumë thjesht. Njerëzit nuk ishte kush i mendonte se hekuri bymehet, se ka lanë që transformohen. Një person e zbuloi këtë punë. Tjerët mund të thoshin i marr, ma vonë u bindu se ai ka hak. Kështu që nuk është koncepti sakt logjik që njeriu të mendojnë se haku është me shumicën. Ibrahimi a.s. që i njëri vetëm kur filloi luftimin e idhujtarisë. Inna Ibrahime kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin. Ibrahimi a.s. ka qenë umma, do të thënë ishte një njeri vetëm, i cili adhuronte Zotin subhanahu wa taala, një vetëm pa i bërë shok Allahut të lartësuar, qanitan, i nështruar, i përulur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Muhamedi a.s. e filloi thirrjen në tauhid vetëm, sikur se dihet. Kështu që ripërtëritësit e fesë islame, natyrisht që kështu kanë për ta filluar fenë, thirrjen në fe. Nuk është e çuditshme që ata të jenë pakic. Muhamedi a.s. na ka treguar në hadith vërtet se Islami do të kthehet edhe një herë i huaj ashtu sikur se ka qenë i huaj. Bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil-ghuraba. Islami filloi si i huaj. Domethënë ata të cilët besonin si musliman, që praktikonin Islamin, ishin të huaj mes njerëzve. Një njeri në një fis, një njeri në një familje, pak njerëz. Këto njerëz bën pastaj ndryshimin e madh. Ishin pakic me fjalë. Dhe do të kthehet, thot Muhamedi a.s. Islami si i huaj ashtu sikur se filloi. Dhe është koha jon. Kur filloi thirrjen Muhammed ibn Abdul Wahhab në Gadishullin arabik, ishte i huaj. Shumica e njerëzve, njerëzit në përgjithësi nuk e pëlqenin, nuk e donin thirrjen e tij. Derisa triumfoi thirrja e tauhidit atje dhe nga i vend pastaj në mbar botën islame. Para një shekulli kur dietarët e ummetit filluan thirrjen sunet, si Sheikhul Albani, Sheikh Ibn Bazi dhe të tjerë, ishin me të vërtetë huaj. Kishin një sun pa parë nga sufit, njerëzit e grupeve, njerëzit e medhhebeve, nuk doshin që të shkundeshin, bënin ndryshim, të riktheheshin në bazë, thoshin ne duhet të qëndrojmë kështu siç jemi. Muslimanët përfunduan dekadencë, prapambetje. Ummeti kishte nevojë që të shkundej. Ummeti duhet që të rigjallërohej. Nuk mund të rigjallërohej ummeti pa u rikthyer në mësimet që solli i dërguari i Zotit Muhamedi a.s. Pa u rikthyer edhe një herë në udhën e shokëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Shumë njerëz kur u themi duhet të ndjekim të vërtetën, thonë ne kështu kemi gjetur të parët tanë. Në këtë rrugë janë prindrit tanë. Inna wajadna aba'ana ala ummetin wa inna ala atharihim muhtadun. Ne i kemi gjetur të parët tanë në një rrugë dhe ne do ecim në rrugën e tyre. Atëherë shumica nuk është argument në fe. Shumica e njerëzve të rruzullit toksor tokës u ban komunist. Domethënë, shumica e vendeve u shndërruan në sisteme komuniste. Ky është fakt. Sot, të gjithë njerëzit e mençur të botës thonë që komunizmi që një fatkeqësi për njerëzinë. Përveç disa nostalgjikëve me cilët ne nuk kemi pse të merremi. Nostalgjik të komunizmit. Por shumica e njerëzve e kuptojnë tashmë që ka qenë një fatkeqësi. Shumica pra u bë me këtë sistem robrues, klavrues, shkatrues dhe çrrënjosës të parimeve fetare. Sot e flakën. Shumica pra nuk është argument, se po të ishte argument do të kishin drejtë ata të cilët u bën me regjimin komunist. Shumica e njerëzve në disa vende nuk e ruajnë nderin. Gratë e tyre nuk e ruajnë nderin.
A shkon tashme që një njeri i cili vjen nga një familje, nga një fis apo nga një popull që në përgjithësi e ruaj nderin, kur shkon atje thot tani s'ka problem mo ta ruaj gruaja ime nderin, apo vajza dhe bija ime me qenë se shumica këtu çnerohen, nuk vlen ky si koncept në fjalë. Këto janë koncepte logjike të gabuara tek njerëzit. Pra është një koncept logjik, një parim logjik ky, të cilin njerëzit e kanë gabim. Do të flas edhe pak më pas inshallah taala për këtë çështje. Atëherë vëllezër, nevojitet që muslimanët të rikthehen bazave fetare, bazave gjuhësore dhe parimeve, principeve logjike të sakta për mësuar të vërtetën, për dalluar të vërtetën nga e pavërteta.